Sot ora e parëmësimore në të gjitha shkollat fillore, të mesme të ulta dhe të mesme të larta të Republikës së Kosovës, i është kushtuar aktivitetit edukativ ora e privatësisë. Privatësia, duke përbërë një prej shtyllave kryesore të drejtave të njerëzit, është thelbësore për ruajtjen e identitetit, dinjitetit dhe sigurisë personale. Nxënësit nëpërmjet kësaj ore janë njoftuar me masat mbrojtëse që duhet të kenë parasysh në ruajtjen e privatësisë, sidomos tashmë që teknologjia po evolon çdo ditë më shumë, duke u bërë një prej çështjeve që prek të gjitha moshat. Privatësia e sankcionuar në dokumente të rëndësishme ndërkombëtare nënkupton të drejtën që çdo individ ka të jetojë i lirë nga ndërhyrjet arbitrare në jetën e tij private. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte njoftimi mbi rrezikët që mund të vinë nga publikimi i pa autorizuar i informatave personale, si dhe informimi i nxënësve për rëndësinë e mbrojtjes së të dhënave personale, privatësinë në rrjet dhe përdorimin e sigurt të rrjeteve sociale dhe lojrave të ndryshme.